Si në filma, një 31 vjeçar i armatosur u ndoq nga policia e kryeqytetit pasi i bëri rezistencë urdhrit të ndalimit të forcave shqiponja. Në përpjekje për t'u larguar, ai goditi një motomjet në të cilin po udhëtonte një polic jashtë detyre dhe pasagjeri. Sipas informacioneve, ata mbetën të plagosur dhe u dërguan në spital, por fatmirësisht gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetën. 31 vjeçari Imer Krashi përplasi gjithashtu edhe 7 makina gjatë tentativës për t'u aratisur drejt Saukut. Ky është momenti kur ati ju vun prangat nga uniformat blu. Fillimisht, 31 vjeçari ishte pikasur në zonën e liqenit të thatë. Rreth orës 12:30 të së dielës pasi shqiponjat kishin informacion që në automjetin e Imer Krashit kishte një armë zjarri.